Moti i përkeqësuar që ka përfshirë qytetin e Vlorës gjatë orëve të fundit ka shkaktuar një sër dëmesh materiale dhe problematika në qarkullimi rrugor. Era e fortë e shoqëruar me rreshje shiu, si dhe kushte të paqëndrueshme atmosferike, ka rrëzuar disa pemë në zona të ndryshme të qytetit, duke krijuar rrezik për qytetarët dhe drejtuesit e automjeteve. Ngjarja e parë u regjistrua mbrëmjen e sejntes pranë shkollës Mari Goposio, ku një pemë e madhe u rrëzua si pasojë e erës së fortë, duke dëmtuar një automjet të parkuar në afërsi. Fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa në vend ngjarje ndërhyn menjëherë forcat e zjarfikses, të cilat bën të mundur largimin e pemës. Problemet të ngjashme u shfaqen edhe paraditën e kësaj të premteje në zonën e Radhimës. Një tjetër pemë u rrëzua në rrugën kryesore, duke shkaktuar bllokim të përkohshëm të qarkullimit. Drejtuesit e mjeteve u përballën me vështirësi në lëvizje për disa kohë, deri në ndërhyrjen e autoriteteve, dhe pas ndërhyrjes arritën të largojnë pengesën, duke rikthyer qarkullimin normal të automjeteve. Ndërkohë, dëmet të konsiderueshme janë evidentuar edhe në zona të tjera të qytetit, veçanërisht në pyllin e Sodës dhe përgjatë rrugës që të çon drejt Zvërnecit. Era e fortë e orëve të fundit ka rrëzuar disa pemë, duke shtuar rrezikun për kalimtarët dhe automjetet. Një nga pemët e rrëzuara ishte identifikuar si problematike edhe më herët dhe ishte paralajmëruar edhe nga televizioni 6+1 Vlora për rrezikun që ajo paraqiste. Situata paraqitet edhe më problematike në aksin rrugor që lidh Nartën me Zvërnecin, ku pemëve të rrëzuara më herët u janë shtuar edhe të tjera gjatë ditëve të fundit. Kjo ka krijuar një gjendje të rënduar për qarkullimin dhe njëkohësisht ka nxjerrë në pa degradimin e ndjeshëm të pyllit në këtë zonë. Banorët dhe drejtuesit e mjeteve shprehen të shqetësuar për mungesën e ndërhyrjeve të qëndrueshme dhe mirëmbajtjes së këtij territori, i cili prej kohësh konsiderohet problematik. Pylli i Sodës mbetet një nga zonat më të prekura ku rënja e pemëve është kthyer në një fenomen të përsëritur, sidomos në kushte të motit të keq. Megjithatë, ende nuk ka një plan të qartë dhe afatgjatë për menaxhimin e kësaj situate dhe për parandalimin e rreziqeve të ngjashme në të ardhmen.